Po, unë po them se çdo ndamje e pagave 13 ose edhe një tjetër 13 kishte qenë e mirë sepse gjendjen që e kemi sot, domethënë shumë e nevojshme që të punësuarit i kanë një begati më të madhe nga ana financiare. Unë gjithmonë po them se ne sa më shpejt duhet të ulemi dhe të negocojmë vlerën e koeficientit, sepse vlera e koeficientit është shumë e rëndësishme kudo mund të bëjmë rritje të pagave, ndërsa këto që janë pagat 13 janë të mirë se ardhura për momentin që ne po jetojmë edhe për krizën që ka kapluar domethënë vendin tonë. Patjetër ne po jemi të interesuar që sa më shpejt të bëjmë marrëveshjen e përgjithshme kolektive, sepse paga e 13 gjithmonë hyn në marrëveshjen e përgjithshme kolektive, e cila marrëveshje do të ndihmonte shumë edhe sektorin privat, kur e dim gjendjen edhe të sektorit privat që është shumë keq edhe gjendja aty në financiare është shumë jo e mirë. Andaj domethënë ne po presim sa më shpejt që të bëhet Këshilli Ekonomik Social që është në proces, të ulemi të diskutojmë, po aja që bëj thirrje është që të ulemi sa më shpejt sepse nuk ka kohë, domethënë të presim sepse gjendja ekonomike në Kosovë nuk është mirë. Po thash edhe një herë të bëhet Këshilli Ekonomik Social, me një herë edhe të bëhet marrëveshja përgjithshme kolektive, ku edhe punëdhënësin atje kishu mujt me mbështet në atë kuptimin që në rrogën e 13 mos të paguajë tatime e gjëra tjera, po një farforme të mbështes të punësuarit në Kosovë që do dilte edhe mirë kjo farë situatë, për arsye se domethënë të gjithë punonjësit do të shkonin shumë më dëshirë në punë nëse marrin rrogën e 13, po edhe benefitet tjera që për momentin në Kosovë janë shumë të nevojshme.